Data 2 shkurt. Zanathilla, kapitulli 34. Por Dina, vajza që Leja i kishte lindur Jakobit, doli për të parë bijat e vendit. Dhe Sikemi, biri i Hamorit, Hiveut, princi i vendit, sa e pa e rrëmbeur, ra në shtrat me të dhe e dhunoi. Dhe shpirti i tij u lidh me Dinën, të bijen e Jakobit. Ai e dashuroi vajzën dhe i foli zemrës së saj. Pastaj i tha të atit Hamor: "Ma jep këtë vajzë për grua." Por Jakobi dëgjoi që ai e kishte çnderuar bijen e tij Dina. Por bijtë e tij ishin nëpër fushat me bagtinë e tij, dhe Jakobi heshti derisa u kthyen. Atëherë Hamori, ati i Sikemit, shkoi tek Jakobi për t'i folur. Sapo dëgjuan për atë që kishte ndodhur, bijtë e Jakobit u kthyen nga fushat. Ata ishin të hidhëruar dhe shumë të zemëruar, sepse ai kishte kryer një veprim të turpshëm në Izrael, duke rënë në shtrat me të bijen e Jakobit, gjë që nuk duhej bërë. Por Hamori u foli atyre duke thënë: "Shpirti i tim biri Sikem është lidhur me bijen tuaj, prandaj jepjani për grua. Të bëjmë kryshëqi bashk. Na jepni bijat tuaja dhe merrni bijat tona. Kështu ju do të banoni me ne dhe vendi do të jetë i hapur për ju. Banoni në të, bëni tregti dhe blini prona." Pastaj Sikemi u tha të atit dhe të vëllezërve të Dinës: "Bëni që unë të gjej hir në sytë tuaj dhe do t'ju jap çfarëdo gjëje që do të më kërkoni. Më caktoni madje një pajë të madhe dhe një dhuratë dhe unë do t'ju jap sa të më kërkoni, por ma jepni vajzën për grua." Atëherë bijtë e Jakobit ju përgjigjen Sikemit dhe Hamorit, të atit, dhe u folën atyre me dredhi, sepse Sikemi kishte çnderuar motrën e tyre Dina, dhe u than atyre: "Nuk mund ta bëjmë këtë gjë. Domethënë ta japim motrën tonë një njeriu të pa rrethprer, sepse kjo do të ishte një turp për ne. Vetëm me këtë kusht do ta pranojmë kërkesën tuaj. Domethënë po të jetë se bëheni si ne, duke rrethprer çdo mashkull nga ju. Atëherë ne do t'ju japim bijat tona dhe do të marrim bijat tuaja. Do të banojmë bashkë me ju dhe do të bëhemi një popull i vetëm. Por nëse nuk doni të na dëgjoni dhe nuk dëshironi të rrethpriteni, ne do të marrim bijen tonë dhe do të ikim." Fjalët e tyre i pëlqyen Hamorit dhe Sikemit, birit të Hamorit. Dhe i riu nuk vonoi ta kryej atë gjë, sepse e donte të bijen e Jakobit dhe ishte njeriu më i nderuar në tërë shtëpinë e të atit. Hamori dhe Sikemi, biri i tij, erdhën në portat e qytetit të tyre dhe u folën njerëzve të qytetit të tyre duke thënë: "Këta njerëz dëshirojnë të jetojnë në paqe me ne. Le të rinë në vendin tonë dhe të merren me tregti, sepse vendi është mjaft i madh edhe për ata. Ne do të marrim bijat e tyre për gra dhe do t'u japim bijat tona. Por këta njerëz do të pranojnë të banojnë me ne për të formuar një popull të vetëm me të vetmin kusht, që çdo mashkull të ne të rrethpritet ashtu si rrethpriten ata. Bagëtia e tyre, pasuria e tyre dhe kafshët e tyre, a nuk do të bëhen ndofta një ditë tonat? Le të pranojmë kërkesën e tyre dhe ata do të banojnë bashkë me ne." Dhe të gjithë ata që dilnin nga portat e qytetit dëgjuan fjalën e Hamorit dhe të birit të tij Sikem, dhe çdo mashkull u rrethpre, tërë ata që dilnin nga porta e qytetit. Por ndodhi që ditën e tretë, ndërsa ata vuanin, dy nga bijtë e Jakobit, Simeoni dhe Levi, vëllezër të Dinës, morën secili shpatën e vet, u vërsulën mbi qytetin që rrinte në siguri dhe vran tërë meshkujt. Vran me shpatë edhe Hamorin dhe birin e tij Sikem, pastaj morën Dinën nga shtëpia e Sikemit dhe ikën. Bijtë e Jakobit u vërsulën mbi të vrarët dhe plaçkitën qytetin, sepse motrën e tyre e kishin çnderuar. Kështu ata morën kopet me bagti të imët dhe të trash, gomeret e tyre, gjithçka që ishte në qytet dhe gjithçka që ishte nëpër fushat, dhe morën me vete si plaçk tërë pasuritë e tyre, tërë fëmijët e tyre të vegjël, gratë e tyre dhe gjithçka ndodhej në shtëpi. Atëherë Jakobi i tha Simeonit dhe Levit: "Ju më keni futur në telashe duke më bërë të urryer nga banorët e vendit, Kanaanët dhe Perezejt. Me qenë se ne jemi pakic, ata do të grumbullohen kundër meje dhe do të më sulmojnë dhe unë ashtu si shtëpia ime do të shfarosem." Por ata u përgjigjen: "A duhet ta trajtonte ai motrën tonë si një prostitut?" Marku, kapitulli 5. Dhe arritën në bregun tjetër të detit, në krahinën e Gadarenasve. Dhe sapo Jezusi zbriti nga barka, menjëherë nga varrezat i doli përpara një njeri me një frym të ndyrë, i cili banonte në varreza dhe kurkush s'kishte mundur ta lidhte qoftë edhe me zinxhir. Shpeshherë pra i kishin lidhur me pranga e zinxhir, por ai gjithnjë këputhte zinxhirët dhe i thyente prangat, dhe kurkush nuk e kishte bërë dot zap.
dhe vazhdimisht natën dhe ditën ishte në përmale në përvarre, duke bërtitur dhe duke arrahur veten me gur. Tani kur e pa Jezusin prej së largu, ai u turr dhe ra përmbys përpara tij dhe me një britëm të madh tha: "Çka midis meje dhe teje, o Jezus, biri i Perëndis më të lartë? Unë të përgjërohem në emrin e Perëndis, mos më mundo." Sepse ai i kishte thënë: "Frymë ndyr, dil prej këtij njeriu." Atëherë Jezusi e pyeti: "Si e ke emrin?" Dhe ai u përgjigj duke thënë: "Unë quhem Legjion, sepse jemi shumë." Dhe i lutej më të madhe që ai të mos i përzinte nga krahina. Tani aty në brinj të malit ishte një tufë e madhe derra shikulloste. Atëherë gjithë demonët u lutën duke thënë: "Na dërgote derra që të hyjmë tek ata." Dhe Jezusi menjëherë u lejoi atyre. Atëherë frymrat e ndyra, pasi dolën, hynë në derrat dhe tufa u hodh poshtë nga gremina në det. Ishin afro 2000 krerë dhe u mbytën në det. Atëherë, ata që i kullotin derrat, morën aratin dhe përhapen lajmin në qytete në përfshatra, dhe njerëzit erdhen për të parë çfarë kishte ndodhur. Kur erdhën te Jezusi, pan të demonizuarin, atë që kishte pasur legjionin, ulur, të veshur dhe me mendje në rregull, dhe patën frikë. Dhe ata që e kishin parë ngjarjen, u treguan atyre se çfarë i kishte ngjarë të demonizuarit dhe në lidhje me derrat. Atëherë ata filluan t'i lutën Jezusit që të largohej nga krahina e tyre. Kur ai po hipte në bark, ai që kishte qenë i demonizuar i lutej që të mund të rinte me të, por Jezusi nuk e lejoi, madje i tha: "Shko në shtëpinë tënde, te të tut, dhe u trego atyre sa bëri Zoti dhe si pati mëshirë për ty." Dhe ai shkoi dhe nisi të shpallën për Dekapolis për sa i kishte bërë Jezusi, dhe të gjithë u mrekulluan. Dhe kur Jezusi kaloi përsëri në bregun tjetër me bark, një turmë e madhe u mblodh rreth tij, dhe ai qëndroi në breg të detit. Atëherë erdhi një nga krerët e sinagogës me emër Jair, që kur e pa i rate këmbët dhe u lut me të madhe duke thënë: "I me bie është duke mbaruar, eja, vëri duart mbi të që të shpëtohet dhe të jetojë." Dhe shkoi me të. Një turmë e madhe e ndiqte dhe shtyhej rreth tij. Tani një grua që kishte një rrjedhje gjaku prej 12 vjetësh dhe që kishte vuajtur shumë nga mjek të ndryshëm duke shpenzuar gjithë pasuritë e veta pa kurfar dobie, madje duke u bërë më keq, kur dëgjoi të fritej për Jezusin, u fut në turmë dhe pas shpinës preku rrobën e tij sepse thoshte: "Nëse vetëm prek rrobën e tij, do të shërohem." Dhe menjëherë ju tha burimi i gjakut të saj, dhe ajo kuptoi në trupin e vet se u shërua nga sëmundja. Por menjëherë Jezusi, duke kuptuar në vete që një fuqi kishte dalë prej tij, u kthye midis turmës dhe tha: "Kush mi preku rrobat?" Dhe dishepujt e vet i thanë: "A nuk po e sheh që turma po të shtyhet nga të gjitha anët dhe ti thua kush më preku?" Por ai vështronte rreth e qark për të parë atë që bëri këtë. Por gruaja e friksuar e duke u dridhur, nga që dinte se ç'kishte ndodhur, erdhi dhe i ra ndër këmbë dhe i tha gjithë të vërtetën. Por ai i tha: "Bi, besimi yt të shpëtoi. Shkon paqe dhe je shëruar nga sëmundja jote." Ndërsa ai ende po fliste, erdhën disa nga shtëpia e kryetarit të sinagogës duke thënë: "Jo të bi ka vdekur. Pse e bezdis akoma mësuesin?" Por Jezusi, sa po dëgjoi fjalën që u tha, i tha kryetarit të sinagogës: "Mos ki frikë, vetëm beso." Dhe nuk lejoi që ta shoqëronte kurkush tjetër përveç Pietrit, Jakobit dhe Gjonit, vëllait Jakobit. Dhe erdhi në shtëpinë e kryetarit të sinagogës, pa një rromuj të madhe dhe njerëz që qanin dhe u lërinin me të madhe. Hyri dhe u tha atyre: "Pse bërtit një qani? Vajza nuk ka vdekur, por fle." Dhe ata e përqeshën, por ai, mbasi i nxorri jashtë të gjithë, mori me vete atin dhe nënën e fëmijës dhe ata që qenë me të dhe hyri atje ku që shtrirë fëmija. E mori pra për dorë fëmijën dhe i tha: "Talitha kumi", që e përkthyer do të thotë: "Vajzë, po të them ngrihu." Dhe menjëherë vajza u ngrit dhe filloi të ecë. Ajo në fakt ishte 12 vjeçe, dhe ata u habiten me një habit të madhe, por ai urdhëroi rreptësisht që askush të mos e marrë vesh. Pastaj urdhëroi që t'i jepnin asaj të haj. Jobi, kapitulli i parë. Në vendin e Uzit ishte një njeri i quajtur Job. Ky njeri ishte i ndershëm dhe i drejtë, kishte frikë nga Perëndia dhe i largohej së keqes. I kishin lindur 7 bij dhe 3 bija. Veç kësaj zotëronte 7.000 dele, 3.000 deve, 500 pend qe, 500 gomer dhe një numër shumë të madh shërbëtorësh. Kështu ky njeri ishte më i madhi ndër të gjithë njerëzit e lindjes. Bijtë e tij kishin zakon të shkonin për gosti në shtëpinë e secilit ditën e caktuar dhe dërgonin të thërrisnin 3 motrat e tyre që të vinin të hanin dhe të pinin bashkë me ta. Kur mbaronte seria e ditëve të gostisë,
Jobi i thërriste për t'i pastruar, ngrihej herët në mëngjes dhe ofronte holokauste sipas numrit të gjithë atyre, sepse Jobi mendonte, ndoshta bijtë e mi kanë mëkatuar dhe kanë blasfemuar Perëndin në zemrën e tyre. Kështu bënte Jobi çdo herë. Një ditë ndodhi që bijtë e Perëndis shkuan të paraqiten para Zotit dhe ndërta shkoi edhe Satani. Zoti i tha Satanit: "Nga vjen?" Satani ju përgjigj Zotit dhe tha: "Nga e cejakat mbi dheun, duke e përshkruar lart e poshtë." Zoti i tha Satanit: "E ke vënë re shërbëtorin tim Job? Sepse mbi dhe nuk ka asnjë tjetër si ai që të jetë i ndershëm, i drejtë, të ketë frikë nga Perëndia dhe t'i largohet së keqes." Atëherë Satani ju përgjigj Zotit dhe tha: "Vallë më kot Jobi ka frikë nga Perëndia? A nuk e vën ti një mbrojtje rreth tij, rreth shtëpisë së tij dhe të gjitha gjërave që ai zotëron? Ti ke bekuar veprën e duarve të tij dhe bagëtia e tij është shtuar shumë në vend. Por shtri dorën tënde dhe preki të gjitha ato që ai zotëron dhe ke për të parë, po nuk të mallkoj ai haptazi." Zoti i tha Satanit: "Ja të gjitha ato që ai zotëron janë në pushtetin tënd, por mos e shtri dorën mbi personin e tij." Kështu Satani u largua nga prania e Zotit. Kështu një ditë ndodhi që ndërsa bijtë e tij dhe bijat e tij hanin e pinin verë në shtëpinë e vëllait të tyre më të madh, erdhi te Jobi një lajmëtar për të thënë: "Shet po lëronin dhe gomerët po kullotnin aty afër, kur sabejt u sulen mbi ta, i morën me vete dhe vranë me shpatë shërbëtorët. Vetëm unë shpëtova për të ardhur të ta them." Ai ishte duke folur ende kur arriti një tjetër dhe tha: "Zjarri i Perëndisë ra nga qielli, zuri delet dhe shërbëtorët dhe i ka përpir, vetëm unë shpëtova për të ardhur të ta them." Ai ishte duke folur ende kur arriti një tjetër dhe tha: "Kaldeasit kanë formuar 3 banda, u sulën mbi vetë dhe i morën me vete, vranë me shpatë shërbëtorët, vetëm unë shpëtova për të ardhur të ta them." Ai ishte duke folur ende kur arriti një tjetër dhe tha: "Bijtë e tu dhe bijat e tua ishin duke ngrënë dhe duke pirë verë në shtëpinë e vëllait të tyre më të madh, kur papritur një erë e furishme që vinte nga shkret e tjera, ra në të 4 qoshtet e shtëpisë, e cila u shem mbi të rinj dhe ata vdiqën. Vetëm unë shpëtova dhe erdha të ta them." Atëherë Jobi u ngrit, grisi mantelin e tij dhe rroi kokën, pastaj ra përmbys dhe adhuroi dhe tha: "Lakuriq dola nga barku i nënës sime dhe lakuriq do të kthehem. Zoti ka dhënë dhe Zoti ka marrë. Qoftë i bekuar emri i Zotit." Në të gjitha këto Jobi nuk mëkatoi dhe nuk paditi Perëndin për ndonjë padrejtësi. Romakëve, kapitulli 5. Të drejtësuar pra prej besimit, kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit ton, me anë të cilit edhe patëm nëpërmjet besimit hyrjen në këtë hir në të cilin qëndrojmë dhe mburremi në shpresën e lavdisë së Perëndis. Dhe jo vetëm kaq, por mburremi edhe në shtrëngimet, duke ditur që shtrëngimi prodhon durimin, durimi përvojën dhe përvoja shpresën. Por shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë që na është dhënë. Sepse ndërsa ishim ende të dobët, Krishti vdiq në kohën e tij për të pabesët. Vështirë në fakt se vdes dikush për një të drejtë, mbase ndonjë do të guxonte të vdiste për një njeri të mirë. Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Shumë më tepër pra, duke qenë tani të drejtësuar nëpërmjet gjakut të tij, do të shpëtohemi nga zemrimi me anë të tij. Sepse ndërsa ishim armiq, u pajtua me Perëndin nëpërmjet vdekjes së birit të tij. Aq më shumë tani që jemi pajtuar, do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij. E jo vetëm kaq, por edhe mburremi në Perëndin nëpërmjet Zotit ton Jezu Krisht, me anë të cilit tani kemi marrë pajtimin. Prandaj, ashtu si me anë të një njeriu të vetëm mëkati hyri në botë, dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu vdekja i arriti të gjithë njerëzit sepse të gjithë mëkatuan, sepse deri te ligji mëkati ishte në botë, por mëkati nuk numërohet nëse nuk ka ligj. Por vdekja mbretëroi nga Adami deri te Mojsiu edhe mbi ata që nuk kishin mëkatuar me të njëjtën shkelje si Adami, që është figura e atij që duhej të vinte. Mirë po hiri nuk është si shkelja, sepse nëse për shkak të shkeljes së një njeriu të vetëm vdiqën shumë më tepër hiri i Perëndisë dhe dhurata me anë të hirit të një njeriu të vetëm, Jezu Krishtit, teproi për shumë të tjerë. Sa për dhuratën, nuk ndodhi si për atë një që mëkatoi, sepse gjykimi prodhoi dënimin nga një shkelje e vetme, por hiri prodhoi drejtësimin nga shumë shkelje. Sepse në qoftë se për shkeljes së njërit vdekja mbretëroi nëpërmjet njërit, akoma më shumë ata që marrin bollëkun e hirit dhe të dhuratës së drejtësisë do të mbretërojnë në jetë me anë të njërit,
i Jezu Krishtit. Si kundër pra, me anë të shkeljes së njërit erdhi mbi gjithë njerëzit dënimi, ashtu dhe me anë të drejtësisë së njërit erdhi mbi gjithë njerëzit drejtësimi i jetës. Sepse ashtu si nëpërmjet mosbindjes së një njeriu të vetëm të shumtët u bën mëkatar, ashtu edhe nëpërmjet bindjes së një të vetmi të shumtët do të bëhen të drejtë. Por ligji hyri në mes që shkelja të shtohej, por aty ku mëkati është i shtuar, hiri ka përderdhur akoma më shumë. Që ashtu si mëkati mbretëroi nëpërmjet vdekjes, ashtu edhe hiri të mbretëroi me anë të drejtësisë për jetë të përjetshme me anë të Jezu Krishtit, Zotit ton.